Jemi live këtu me nënën nga Purity Cosmetics. Nëna, faleminderit që ke ardhur. Faleminderit shumë, nëna, faleminderit shumë që më keni ftuar herë, se jam shumë emocionume, po i pyet e kisha ti ka ke për ardhen, se më duket shumë i çuditshëm fytyrë. Nëna, jemi live me thënë të drejtën dhe tani do vazhdojmë me pyetjet që un kam për ty, më kupton, dhe pastaj vazhdojmë me pyetjet që ti ke për mua. Ha, çuçan, falet që na jemi live, ha. Mirë, në mirë, më bëj ti mu pyetjet pra. Sa kohë ke që e përdor Purity-n dhe kur e ke zbuluar atë shampo? Fjesto që në, pa në regull, jemi mirë, të shenë në Purity-n, unë kam njoftë që 2019-ën. Më hapi që unë i Facebook atë atëherë, ma të qifsha unë Facebook, e në më doli këshu që janë këto reklama. E në që atëherë ka paraset nana jate, e nuk jam da ma Purity-t. Po nëna, ishe shumë i qartë. Dhe një pyetje, cilën nga ato shampo ke përdorur dhe përdor? Unë kam përdar ronjen, kam përdar natë në fakt Lejlana të tritjes, pa më thënë drejtën ajo ronja unë marroj para pas asaj shampës. E në belsamin, mos harrojmë edhe belsamin, jem produkte fantastike. Po nëna, e vërtet në fakt se edhe unë kam dëgjuar shumë komente pozitive për kompaninë Purity Cosmetics dhe produktet fantastike që ata kanë. Por pyetja tjetër është, a ja keni sugjeruar dikujt tjetër këto shampo? Që na? Gjithë lagje këtë përdore? Fisje, nusis, i marrë atë Lilan, ja ka rritë nusis, ja ka bo flakët, marshallah. E në leta ime, ajo, kam shia katit parë. Pa, të përdore atë Zana, që të përdorin neve, gjithë shëshni. Oh, nëna, po ju e përdor keni kështu fisërisht, lagjerisht, të gjitha. Po një pyetje tjetër, çfarë do t'i thuash ndjekësve të Purity që edhe ty të duan shumë? Të shenë ndjekësve, në ne themi herë faleminderit shumë që në ndjekim, pa disha me i thonë që janë produkte fantastike. Unë nuk i ndroj, unë i përdor gjithmonë, edhe di të them që produktet janë ka më të mirat, janë produkte natyrale, janë pa kimikate si që shohim gjithmonë, që janë të shampo supermarketi, që skandal të shimo reklama që na kopjen gjithë. E në të shi, hajtë mo, unë i them që besoni vetëm aty ku produktet janë vërtet mira. Faleminderit shumë nëna që ti ishe këtu në studion tonë sot, ndave mendimin tënë që ti kishe për kompaninë Purity Cosmetics dhe për produktet e saj. Jemi shumë falenderuese që ke ardhur deri këtu. Dhe ju publik i dashur, faleminderit shumë që na ndoqët deri në fund dhe jeni shumë të mirë dhe besoni te produktet cilësore siç beson nëna e Purity Cosmetics. Që në e myllëm të shja folja bukër, jemi live hala. Ne, të më shofi qik mesa. Po, nëna, qave. Mirë publik i dashur, shihemi në episodet e radhës, na ndiqni, na bëni follow, like, share, çfarë të doni ju na bëni.